Tregtari i ndershëm, një histori shprese dhe besimi. A e dini se si një akt i thjesht mirësie mund të ndryshojë jetën e dikujt përgjithmonë? Një tregtar i ndershëm në Damask, një besimtar i devotshëm, u tregua i durueshëm me një klient që vononte pagesa. Shokët e tij e nxitnin të vepronte ndryshe, por ai zgjodhi rrugën e mirëkuptimit. Do të pres, tha ai, ndoshta po kalon sfida të vështira. Ky durim dhe besim në të mirën e tjetrit ishte një lutje e heshtur për ndihmë. Pas muajsh, klienti u kthye i penduar dhe i falendërues. Ai pagoi borxhin, duke shpjeguar se mirësia e tregtarit e kishte motivuar të bënte të njëjtën gjë. Besimtar, nxënës, prindër, tregtar, durimi dhe mirësia janë virtyte që Zoti i shpërblen. Le të jemi të durueshëm dhe të falim, sepse kjo është rruga e drejtë. Le të përhapim këtë mësim të vyer. Ndajeni këtë histori me të tjerët dhe reflektoni mbi rëndësinë e durimit dhe mirëkuptimit në jetën tuaj. Le të jemi shembull i mirësisë në çdo veprim. Historia e monedhës së vetme. Një njeri i varfër kishte vetëm një monedhë. Kur dëgjoi se po mblidheshin ndihma për një familje që kishte humbur gjithçka në zjarr, ai e hodhi atë monedhë në kutinë e ndihmës dhe iku shpejt. Dikush e pa dhe e pyeti më vonë: "Pse dhe gjithçka që kishe?" Ai tha: "Sepse ata humbën shtëpinë. Unë kam ende shpresën." Mësimi. Kur zemra është e mbushur me besim, ajo jep pa frikë. Ai që ka shpresë, ka pasurinë më të madhe. Uwais el-Karani, një histori besimi dhe devotshmërie. A e dini se kush ishte Uwais el-Karani, ai njeri i panjohur në tokë, por i njohur në qiell? Le të zbulojmë së bashku mësimet e kësaj figure frymëzuese. Uwaisi, një besimtar i thellë nga Jemeni, mishëronte devotshmërinë. Ai kujdesej për nënën e tij të sëmur, duke e vënë atë mbi dëshirën për të takuar të dërguarin e Zotit. Ky është një mësim i fuqishëm për prindërit dhe të rinj. Bindja ndaj prindërve është një vepër e madhe. Uwaisi udhëtoi drejt Medinës, por u kthye menjëherë për të mbajtur fjalën e dhënë nënës. Ky akt i thjesht flet për një besim të pastër dhe një zemër të sinqertë. Ai na mëson se vlera jonë nuk matet me famë, por me dashurinë e Zotit. Historia e Uwaisit na sfidon të reflektojmë mbi vlerat tona. A jemi më të shqetësuar për famën toksore apo për dashurinë e Zotit? Le të diskutojmë këtë në familjet tona dhe të mësojmë nga shembulli i Uwaisit. Historia e Uwais el-Karanit është një dritë udhëzuese për besimtarët, prindërit, të rinj dhe studentët. Ajo na kujton se të jesh i panjohur për botën, por i dashur për Zotin, është më e madhe se çdo lavdi toksore. Ndaj, le të përpiqemi të ndjekim rrugën e tij të devotshmërisë dhe besimit. Ndani këtë histori me të tjerët dhe diskutoni mësimet e saj në familjet tuaja. Le të jetojmë një jetë që i pëlqen Zotit, duke ndjekur shembullin e Uwaisit. Historia e Uwais el-Karani, një frymëzim besimi dhe sakrifice. A e dini se Zoti mund të lartësojë dikë në qiell, edhe nëse ai nuk e ka takuar kurrë profetin? Historia e Uwais el-Karani është një dëshmi e kësaj. Uwaisi, një besimtar i devotshëm nga Jemeni, zgjodhi të kujdeset për nënën e tij të sëmur, duke sakrifikuar dëshirën për të takuar profetin. Ky akt i dashurisë dhe përkushtimit e bëri atë të veçantë në sytë e Zotit. Ligjërata fetare dhe mësimet morale na tregojnë se familja është thesa. Profeti, paqja qoftë mbi të, e përmendi Uwaisin, duke thënë se ai kishte një pozitë të lartë te Allahu. Kjo na mëson se vlera jonë nuk matet me famë, por me sinqeritetin dhe përkushtimin ndaj Zotit. Diskutime familjare dhe histori motivuese na ndihmojnë të kuptojmë këtë. Uwaisi, i thjeshtë dhe i përulur, u lut për shokët e profetit, duke përmbushur urdhrin e tij. Kjo na kujton rëndësinë e lutjes dhe urimit për njëri tjetrin. Besimtarët, të rinj, prindërit dhe familjet duhet të mbështeten në lutje.
Le të marrim shembull nga Uvejsi, duke u përkushtuar ndaj familjes, duke qenë të sinqert dhe duke u lutur për njëri tjetrin. Ndani këtë histori me të tjerët dhe inkurajoni ata të jetojnë një jetë të devotshme dhe të dashur.